Banda! Loti, I love you, mommy. Look at heaven. He's so funny. Ditere, do dalim xhiro. Në fakt do dalim të blejmë ca gjëra. Dhe mbas asaj do vim në shtëpi të bëjmë një barbecue. Sepse kemi shumë kohë pa bërë barbecue. Edhe kaq, ju marrim me neve. Marrim me vete, me neve. Po provojmë si zotë Costco. Unë kam këto më pëlqenj jashtë masë shumë, po bëjnë shumë lek. Po vaje që dësh varosit. Mua këto më pëlqenj shumë, Mario, po janë të shtrenjtë. 139. Ha? E, po Mario, këto janë jo për përdita. Po i bëjnë masazh Biancës. Bianca, you like it, mami? Nuk flet më Bianca, ka që ishte, po bën masazh. A mami, you like it? Po si ndeze këto të gocës ti? Ha, ullë dhe Mario. Si ndeze mo që ta ndeze unë? Si ndeze? Andej. Ha? Shtypa buton e kuq. Ku ka buton të kuq tu? E morëm ne Costco-n, për gjëra falës. Is that a huge ice cream, mommy? Mommy? Daddy, Mommy. Daddy's gonna be shit. Mommy, që ta gota, ma? Qatë burë? Këto së më pëlqejnë që vinë këshu, Mari, se për tjetër cilësia këtyre është shumë e mirë. To i do këto, apo jo? Po ato Don't janë lick it. What you mean? Don't lick. So why? Don't lick it. Ato më pëlqyen ato. Ti dhe noisy. Je ban. Mirë, mëngjesin nga e hënë, sot është 5 maj, është ditë e hënë, edhe jemi pushim sepse është bank holiday, edhe do të dalim Qiro, jemi në Guilford sepse Mario ka vendosur të më blej një palë syze të bukura. Dhe dua t'i marrë të ti ke Maxi, që t'je dhe çmimi arsyeshëm. Po unë të thasha do t'hipim lart ty. T'hipim kështu thua ti më? Ha, mami. You like it? Çfarë tyre bën? O Mario pe gocën çfarë tyre bën? You like it? Yes, mami. Po, mami, go, o zot. Kjo është për vajnë dhe për uthullën shumë më bukur. Jemi te Primarku, jam unë në fakt, me kalamaj. Mario po pi kafe. Hello Kitty as well. Sa erdhëm në shtëpi, edhe do t'ju tregoj që blem këtë tek Costco. 109 më duket, 109 Mario? 105. Ah, 105, sorry. 105. Ja t'ja tregoj të këto figurat këshu. Është goxha e madhe. Edhe ka gjitha pozicionet edhe për të madhe. Ha me mami. Është Costco. Është Costco, bravo mami. Edhe, yes, u rrit dhe më thënë Eva, një u bë për t'i ndruar karrigen e makinës, ato tjerë të Biancës se kemi çuar në Shqipëri, një që ka pas në të kësaj moshe, edhe kështu që this is the best for Eva. Është Isofix, kështu që është shumë e mirë. Për gjithë, standard 2-year warranty. Nëse për gjithë ata që e mendojnë ta marrin apo jo një si puna kësaj, unë e super sugjeroj. Janë në gjuhë të ndryshme ndoshta Mario? Ha? Edhe rrotullohet çiko Mario? Megjithëse juve mund ta gjeni në YouTube që keni kështu pyetje, domethënë që keni jo këtu. Ashtu, ha. Bravo mama, ha. Ja ka dhe ato Isofixin ajo, e pe Isofixin? Kë, qa është ajo? Po qa është ajo? Për para mbrapa? Nuk e kuptova setting thot. Se ti ndoshta nuk e kthen dot më parë fëmijën, më kupton? 0-15 muaj që është që fëmija të rrim mbrapsht. Në qoftë
The box. Can you get in the box? Okay, hajde. Mia. Nuk e di zemra ime, do i lexojmë atje është shpirt, nuk i di të gjitha. Po që kjo është, domethënë spin around, si ta doni juve. Njërën e paskëllon, mo. Po tjetrën pra. Tani, erdhëm në shtëpi, dallohet që unë kapa flokët e tjerë. Dhe mendova t'ju tregoj dy gjëra që unë mora te Primarkut. Këtë bluzën. Thjesht dua të rinovoj ca të vjetra etj. Edhe këtë bluzën është materiali i njëjtë me një bluzë që kam me vjeç, mua ka pëlqyer shumë vjet. Mirë, po më është bërë gjithë budalliqe gjëra këtu nga që ha djali dhe direkt mbështet kokën këtu. Dhe kam marrë këtë të zezën, edhe kjo është goxha e madhe dhe shumë e rehatshme. Për të dhënë kjo kambe. Kështu që dhe kjo për të larë. Mora mint. Janë okej. Mora një pistolet që bën bubbles për Bianca, mirë po nuk e kisha kuptuar që këtë e kishte vete dhe pistoleta ishte vete, nëse një pound do hitet plera, ja nuk përdoret. Edhe këto, njërën e ka vënë Bianca, ka dhe këto. Kaq mora. Mora dhe qese me vakum. That's it. Tani po bëj një sallat, kemi dhe mishin nga zgara i djeshme. Dhe kaq, sallat, mish, buk, kush doj të haj. Mbaj mend Maria kur ishim të vegjël bënim sallat me vaj. Me vaj të thjeshtë, se vaj ulliri s'kishim kështu. Gjove? E di sa na shijonte? Vinte ajo era sallatës. Tash i shap ka ta dum ja për çdo. Kam shkelur çik gjëra kam shkelur. Nuk po i dur. Mos e vrit mendin do të thoj, ma ti se u bë për po. Kohëve të fundit mua më ka zënë keq me këto muffins me të shër, kështu që edhe sot po bëj të ëmbël kësaj radhe. Kështu që do bëj banane, 2 copë. Chocolate kështu. Po që parë që unë po e bëj në këtë lloj mënyre muffin, që i kam vënë dhe çokoladë, edhe fara, edhe cranberry, edhe gjithë të gjërat, edhe shohim se si do dali. Sa po e futa në furrë, mbusha të gjithë kupat. U mendova që isha dhënë play, po nuk i kisha dhënë play, i u tregoj nga furra. Në furrë, i më ngelet të sistemoj gjithë gjërat, edhe t'i laj. Edhe u fryn, edhe të shohim rezultatin final. Edhe i nxora nga fura dhe janë këto, pres të ftohen fare pak që pastaj t'i nxjerr nga forma sepse djegin. Shpresoj të jenë mira, por normalisht finalin do ta japi Mario. Tani do i provosh to se si kanë dalë luta? Këtu? I pas ka vete çokoladë? Aha. Shife. Është çike nxehtë. Sa? Ti ta ish trurin, ha? Shumë mirë. Vërtet? Jam më soft tani. Prit. Nice. Mirë mëngjes. Neve po të shojmë Evanin në nursery. Ndërkohë që sot Mario ka vetëm një takim dhe ka këtu afër, kështu që nuk do shkoj në zyrë. Edhe mbasi të mbaroj takimin Mario do vi në shtëpi të më marri mua
edhe të ikim të dalim për një mëngjes. Bianca është me Marion, unë po çoj Evanin sepse është ora 8, edhe pastaj do them në shtëpi. Sa da kusi shpirtin kalamajt me këtë të qarën kur i lën kopësht. Po s'kemi alternativ tjetër. Nuk e kemi luksin të rrim në shtëpi, kështu që nejse. Si që thash, sot ka dalë një ditë e bukur duket. Mario ka një punë të voçkël, pastaj do vi më marri mua, diku nga ora 10:30 ndoshta, edhe do ikem të ham diçka. Pastaj marrim djalin, pastaj marrim vajzën, marrojmë punë. Po nejse. Kjo është projektimi i ditës tonë për sot. Unë u zgjova që mëngjes. Kisha bërë një 2-3 gjëra në vintet që i postova para një 2-3 ditësh. Kështu që mora kohën për t'i bërë se vërtet duhen liruar ato dollapët. Edhe çfarë ndodh? Edhe kaq, tani po shkoj në shtëpi. Bianca e kemi veshur sot me ngjyrat e flamurit anglez sepse është V-Day, Victoria Day sot. Edhe that's it. Nejse, bëjtje. Hajde zemër, put, ik. What are you wearing, mommy? Red and blue, you're so pretty, mole bubusi. Bianca, let me see you. You are so pretty, mommy. Hello, daddy. Hello. Face për to. Po, mami, I love you, zem. Ka vik mos shkoj dhe unë. I love you, shpirt. Ka mami zemër. U lyem, u rregulluam, edhe u bëm gati për të dalë. Flokët nuk e kam thënë, nuk e kam, domethënë, i lava, i dhava, çik fare dhe i lash, se nuk kam në plan të djeg flokët. Edhe se i kam djegur mjaftueshëm. Tani po ikim me Marion për të ngrënë mëngjesin. Është ora 10:30. Mario o këtu. Unë këtu mrapa, sepse përpara kemi karrigën e makinës Biancës. Edhe sa lëvizim makinën për të ecur unë në makinë, nuk bën diferencë. Kështu që unë kështu jam ulur si ato zonjat e rona mrapa. Kështu kur e kthej gamën shu bam në direkt. Po presim ushqimin. Të lezetshëm i kam bërë këto raftet kështu fit. Ha? O mira, do të pivi e kështu me këto koktejl mbas kësaj. Ku ma këtu? Ja. 4 pound e gjysmë gota ma? Na. Ja, më. Amaretto sour, strawberry, mango picante, pineapple, papaya, lemon, agava, chili. Mirë tani, si ka mundsi këto i kanë gjitha këto frutat për këto koktejlet? Po që është koktejl? Pa alkohol? Është pa alkohol, më zëma. Okej, Thomas Margarita. Double shots thot. Po kjo mango 2 for pikante 8. nuk ka absolut mango. Absolut mango është vodka, maj. Paloma, Jose Cuervo, Special Silver Tequila. Po Thomas Margarita, Bianco Tequila, Lime Juice, Agave Syrup, Bianco pra, tequila e bardh. Agave vera, agave. Ha, Çfarë është agave zë? fruit, Po frut me Paloma, pink grapefruit, syrup, soda with pink grapefruit, amaretto sour, strawberry daiquiri. Çfarë është kjo strawberry daiquiri? Daiquiri. Kë do marrim Mario? Ku dy nëshë mua ajo paloma po baga me sy. Paloma, Edhe mango pikante që nga okej. espresso martini vodka, kafe liker, coffee beans, lime, shiko tash, paloma është ajo gota e madhe kuqe, Mario. Ne shikon? Mango pikante është ajo ashu. Strawberry daiquiri. Ha, do pse do. Do black pudding. Full English. Po jam, jo, s'ka gale, mund të ha një copë nga pjesa jote. Edhe kjo veza që ja bën kështu, dëgllëgllëgllëg, është fantastike. Na bëf të mirë. Paska Mario. Siropi grapefruitit.
Thank you zemra. Edhe kështu na bën dëm pastaj neve. Nga ta përvevuar. Oh, thank you. Po. Viene sirupi këtu. Da përzihesh çik më mirë ti? Wow. Erdhëm në shtëpi, u ndrova. Është çik shi lart kjo po hajt më. Erdha në shtëpi, u ndrova. Vura ca mistra për të zier që i blem tek Lidl. Edhe vura Evani në gjumë. Edhe tani po mundohem të vë këtë në punë që morëm për Biancën. Kur të vi Bianca, me miratimin e Biancës dhe me kërkesën e Biancës kemi pizza, këto misrat, një sallat, edhe diçka. Këto çokoladat e Lidli nuk janë shumë të shtrenjta, më duket nëse zgaboj diku te 3 pound copa. Mirë, po këto janë my favorite. Kanë qenë gjithmonë my favorite. Që kur ka qenë një dyqan Gjerman shumë kohë përpara, më duket se kemi qenë në gjimnazun, shumë kohë përpara i bie, edhe një shoqja ime që ishte në Gjermani, kishte provuar këto, Pamela, edhe më tha, vera ta bli këto, se janë shumë të mira, mi bleva ajo, mi dha mua, dhe unë qatë herë që provova këto, dhe që nuk gjeje dot në Shqipëri, mua më pëlqyen jashtë mase shumë, edhe sa herë që vin tek Lidl, më duk si kur zgjuaj vani. Dhe sa herë që vin tek Lidl, unë blej nga këto. Kaq. Tani, kam një gjysmë kafje të bërë aty që e kam bërë që në mëngjes. Edhe të haçik një nga këto, se presupozohet mos hashi qerum, se kështu e kisha bërë, po hajde më. Edhe presim Biancën të vi. Jam nga ato tipe që ha një dhe më mjafton një, nuk është të thënë që ha pakon dhe duhet ta ha të gjitha. Can I have a try? In a minute. You see what I'm doing? Mhm.
can I show my bowl? Në minute, mami. Bring me, Mimi. Set them up? I don't know. Oh. That is the one. It looks like. Oh, perfect. That was good. Yeah. Bianca? Go wash your hands because you touched the bowl and bowl is dirty. Hajde. The bowl is so clean. We're gonna have that with salad. You want salad? Yeah. Just domate and kastravec. Uh-huh. Go, zemra. E do vidhë radha jote tani majmun. Sistemova pazarin, pastruam, sistemuam, i bëm të gjitha. Tani është mbasdite edhe do dalim ndoshta pakës fare tek parku që kemi këtu afër, të bëjmë një xhiro. Pastaj do bëhemi gati për nesër, rrobat e Biankës. Evani nesër shtëpi nuk është kopësht, kështu që yes. Edhe po kemi shumë gjëra për të bërë tani, por basically po mendoja ta mbyllja këtu videon sepse nuk është se do bëjmë ndonjë gjë interesante pastaj. Para se ta mbyll videon, dua të përshëndes shumë një nga vajzat që më ndjek, Viola Xhemaj. Kam harruar një dy herë ta bëj, kështu që më fal, të përshëndes, të puth fort. Ju puth fort edhe juve gjithë gocave, është vërtet një kënaqësi shumë e madhe kur unë marr mesazhe, marr komente, marr feedback nga ju, është nuk di sa them, po vërtet më mbush zemrën plot. Kështu që dua t'ju falenderoj shumë të gjithave. Dhe të gjithëve që shikoni videot e mia, nëse ju pëlqejnë bëni një subscribe, nëse doni ndonjë video ku dëgjoj me ndonjë temë të caktuar apo ndonjë gjë më thoni, edhe unë dhe Mario do mundohemi ta bëjmë me shumë kënaqësi. Edhe kaq, kështu që unë po e mbyll këtu, ju puth fort, kalofshi sa më bukur dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Mua.